Drejtoria për inspektime në kuadër të komunës së Gjakovës në bashkëpunim me Drejtorinë Komunale të Arsimit ka ndërmarrë aksion për rënimin e një objekti të vjetër në afërsi të shkollës Mazlum Këpuska, pasi i njëjti është vlerësuar si rrezik potencial për sigurinë e nxënësve. Sipas autoriteteve komunale, objekti ishte i amortizuar dhe paraqiste rrezik të vazhdueshëm për fëmijët që e frekuentojnë shkollën dhe zonën përreth, duke bërë të domosdoshëm ndërhyrjen institucionale për eliminimin e çdo rreziku. Drejtori i Drejtorisë për Inspektime, Ervin Shabani, tregoi se cili është qëllimi i këtij rënimi. Rënimi i këtij objekti është ka bëhet për shkaqe sigurie, për shkak që është në oborrin e shkollës Mazlum Këpuska, edhe është vlerësuar prej komisionit si objekt i rrezikshëm e kemi larguar për shkak që zot runa me na ndodh ndaj sa ndaj fëmijë është komplet për çështje sigurie. Kjo është arsyeja pse e kena rënë këtë objekt. Në terren ishte i pranishëm edhe drejtori i arsimit Hysem Brahimaj, i cili e vlerësoi këtë ndërhyrje si shumë të nevojshme për mbarvajtjen e procesit mësimor dhe garantimin e sigurisë së nxënësve. Aksioni ka qenë domosdoshëm për shkak të rrezikut që paraqet nxënësat e shkollës së Mazlum Këpuska, siç po shihni këtu në oborrin e shkollës, edhe rreziku ka qenë permanent çdo ditë për këtij objektit. Autoritetet komunale kanë bërë të ditur se do të vazhdojnë me identifikimin dhe largimin e objekteve të ngjashme që mund të paraqesin rrezik, në mënyrë që hapësirat pranë institucioneve arsimore të jenë sa më të sigurta për fëmijë.